Shoqata e transportuesve të malit të zi njoftoi këtë të ente se ka vendosur të jap fund bllokimit të pikave kufitare për mallra me Bashkimin Evropian, pas një takimi me përfaqësuesit e qeverisë malazeze. Përfaqësues të saj thonë se janë gjetur zgjidhje për një numër të konsiderueshëm problemesh dhe se përrjedhoi ka filluar të tërheq kamionët nga pikat kufitare, raporton Radio Televizioni i Malit të Zi. TVSH-ja po rimbursohet brenda afatit të përcaktuar me ligj. Kemi marrë garanci se periudha e transitit për mallrat e importuara nga Mali i Zi do të jetë 72 orë. Kemi marrë garanci se propozimi për përvojë pune preferenciale do t'i paraqitet qeverisë për votim, u tha pas takimit. Por shoqata shtoi se problemi me akcizin e karburantit nuk është zgjidhur. Shoqata e transportuesve ndërkombëtar të mallrave të Malit të Zi i bllokoi kufit për mallra pranë 9 pikave kufitare toksore, si dhe hyrjen dhe daljen nga porti i Tivarit. Tashmë pritet edhe hapja e pikave kufitare me Shqipërinë, kryesisht e Hanit të Hotit. Gjatë protestës, pasagjerët dhe kamionët që bartnin ilaçe, kafsh, eksploziv dhe armë u lejuan të kalonin. Transportues nga Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia i bllokuan që nga mesdita e 26 janarit disa pika kufitare, duke ndalur qarkullimin e mallrave drejt zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Ata kërkojnë ndryshim të rregullores që përcakton se banorët e shteteve të treta mund të qëndrojnë në zonën Schengen vetëm për 90 ditë në periudhën 180 ditore. Për ta, kjo periudhë është shumë e shkurtër dhe u vështirëson punën.